Përshëndetje zonja dhe zotrin dhe mirë se vini te një video e shumë pritur nga të gjithë ju, nga të gjithë klientat e mi, nga të gjithë personave që janë të interesuar për Dubai, nga të gjithë personat kurioz ose thjesht njerëz që kanë dëshirë me dëgju se si është analiza ime sa i përket kësaj situatës në Dubai, si zhvillohen çmimet e prunave, si zhvillohet kërkesa e prunave dhe thjesht çka po ndodh në Dubai edhe në Emiratet e Bashkuara. T'ja fillojmë prej fillimit. Së pari, unë jam Dren Sefa, faleminderit që po na ndiqni dhe sot te kjo video e ime. Ne i analizojmë në këtë kanal në YouTube të gjitha gjanat që i përkasin Dubait, prona në Dubai, investime në Dubai, dokumentacionet në Dubai, viza në Dubai, jeta në Dubai, gjitha gjanat, mirë po sidomos sot me një video jashtëzakonisht aktuale, serioze, mirë po edhe të veçantë, sepse zakonisht Dubai është vendi më i sigurt në botë, e analizojmë çka po ndodh këtu, edhe si me vepru si investitor, si me vepru si një person që simpatizon me Dubain, edhe thjesht mund t'ja fillojmë videos. Atëherë, une që 3 vite jetoj këtu, edhe kur kam ardhë si një person që e ka pas Dubain si një vend ose si vendi më i sigurti në botë parasysh. Dhe faktikisht ditë për ditë ajo gjë është nënshkruar dhe ajo gjë është përsëritur. Këtu e kemi atë, si më thonë, realitetin pak ma ndryshe se sa në Evropë. Këtu mund të shkojmë tek një restorant, e marrim telefonin, e marrim çantën, e qesim në tavolinë edhe me atë gjë e rezervojmë tavolinën për shembull. Kam persona që i njoh dhe ndërta jo më dhonë që nuk e mbyllim derën e shtëpisë asnjëherë, derën e makinës asnjëherë. Qesat janë gjithmonë në makinë, makinat janë të ndezura edhe nuk i prek, jo vetëm që nuk i prek, mirë po nuk i shikon askush këtu. Mirë po për arsye gjeopolitike, jo për arsye interjere, kanë ndru pak gjonat, jo vetëm pak, por në mënyrë jashtëzakonisht drastike në 6 javët e fundit. Pikërisht nga 28 shkurti 2026, ja ka filluar konflikti ndërmjet Izraelit dhe SBA-s, edhe në anën tjetër Iranit. Edhe besoj si në çdo media që ka figuru dhe ju keni dëgju që edhe Dubai edhe Emiratet e Bashkuara, mirë po në anën tjetër, shtete si Katar, Bahrain, Kuwait ose edhe Arabia Saudite janë sulmuar. Me arsyen e faktit që këtu ka baza ushtarake amerikane edhe Irani e ka pa të arsyeshme që t'i sulmon ato për mi neutralizu kërcënimin i cili është ardhur nga SBA-ja. Këto gjëra janë politike, nuk kemi dëshirë që t'i analizojmë ato gjëra sepse nuk e kemi edhe kualifikimin për ato. Mendime gjithkush ka, a është në rregull apo jo se çka po ndodh. Gjithkush është kundër luftës, edhe normal është janë dy thënie që më pëlqejnë shumë. Së pari, e vërteta vdes e para në luftë, e dyta, nga lufta humb popullsia, edhe vetëm popullsia, askush tjetër, edhe është e vërtetë. Edhe unë normal i kom pas ato sfidat e mia gjatë këtyre 6 javëve të fundit, nuk mund të thojmë që normal nuk e kemi luftën ose nuk e kemi përjetu një luftë si në Iran ose si në Izrael ose si për shembull paraardhësit tonë që e kanë përjetu në Kosovë. Mirë po në anën tjetër normal çdo shaj lufte ose çdo hap i luftës i ka ato shejat edhe i ka ato pasojat e veta, ato i kemi pas edhe këtu, si për shembull një vdekje në turizëm, si për shembull një ngadalësim i blerjeve në Dubai, si për shembull edhe një frikë personale, e tregoj të vërtetën, aty kemi pa gjëra që nuk kemi qef mi pa, kemi pa sulme që nuk kemi qef mi pa. Mirë po, një gjë duhet ta theksojmë edhe tani futemi në thelb të kësaj videos. Fakti është jashtëzakonisht i vërtetë që kanë qenë 3000 sulme këtu, 3000 sulme me drona, me raketa, me çfarëdo lloj masa ajrore, mirë po në fund të ditës nuk ka pas pasoja fatale, janë kon disa rreth 5-6 fatalitete që
edhe ato mos kishin qenë, kishte qenë më mirë. Mirë po me krahasu në relacion me shifrën absolute 3000 sulme, ka qenë një gjë që mund të krahasohet me një mrekulli. Ajo është një fakt që unë e vlerësoj shumë sepse e kemi ndi veten jashtëzakonisht sigurt, për shembull unë këtu jam në zyrën time edhe i dëgjojshim, i shihshim, i ndihshim sulmet, i shihshim aeroplanat kundërsulmuese të Emirateve, edhe ka qenë një ndjenje ku gjatë natës nuk kemi flet, edhe nuk kam dëshirë asgjë mi zbukuru, nuk kam nevojë mi zbukuru se më vonë vijmë edhe tek faktet reale, faktet absolute dhe faktet në relacion me vende tjera, edhe kisha pas dëshirë që me qenë absolutisht i sinqert këtu. Kemi pa gjana që nuk kemi dëshirë, nuk kisha pas dëshirë as familjarët e mi pa, nuk kisha pas dëshirë as kush mi pa. Një ndjenje jashtëzakonisht e keqe kur alarmi central disa herë në ditë u ndiske në telefon ose jashtë me sirena, kur i dishim ato kërsimat e raketave kundërsulmuese, për shembull, nëse një vike nga ana tjetër, dy u nishin nga këtu, edhe ti vetëm i dëgjojshe nisjen, edhe atëherë dëgjojshe edhe kërsimin ku u eliminojke sulmi nga ana tjetër. Mirë po, në anën personale, mund them që e kemi ndi veten sigurt, prap se prap e kemi vendos ne këtu që jemi mu largu edhe mi pa njëherë në mënyrën objektive vendin se çka po ndodh, se normal askush nuk mund sheh përpara, askush nuk mund sheh apo eskalon totalisht, apo bëhet ndonjë luftë botërore, apo bëhet një luftë më e madhe jashtë kufive të linjës mesme, apo vetëm në linjet mesme, apo edhe jashtë kufive të Emirateve, edhe nuk kemi ditë edhe kemi vendosur që me u largu, kemi shku në Gjermani, ku e kam edhe unë prej ardhjen, kemi qëndru atje 5 javë, edhe kur e pam që nuk po eskalon asgjë, jemi kthy, edhe të them të drejtën ka qenë vendimi më i miri i të kaluarës që jemi kthy, sepse e kemi realizuar edhe një herë pse Dubai është vendi më i miri në botë, edhe nuk e them këtë fakt vetëm për shkak që kam ndonjë interes shitje këtu, mirë po e them për shkak që sinqerisht është bërë vendi im i preferuar në botë, edhe pse adhuroj Gjermaninë, e adhuroj Kosovën, e adhuroj Shqipërinë, pa diskutim prap se prap ky vend është vendi më i miri në botë. Mirë po, për më ardh edhe një herë këtu tek faktet, këtë tabletin e kemi këtu me të gjitha informacionet që neve na nevojiten për mi kuptu se çka ka ndodhur në Dubai edhe çka si e kemi aktualisht gjendjen. Ëm Atëherë, me 28 shkurt ja kanë filluar sulmet në Dubai. Mbi 2400 projektile u lëshuan, që do thot 2400 drona, 2400 raketa, ka qenë gjithçka e përzierë, të themi drejtën, vetëm i dëgjojshim që sot janë kundërsulmu kaq raketa, sot janë kundërsulmu kaq drona, ka qenë një shifër e tmerrshme, mirë po shifra më interesante është se 95% të sulmeve janë interceptu, që do thot janë kundërsulmu nga mbrojtja e Emirateve të Bashkuara, atëherë ato kundërsulme ishin me raketa, me aeroplana, me aviona, me çka do. Atëherë në një dëm real i jashtëzakonshëm ka qenë për shembull sulmi në Burj Al Arab, që nuk ka qenë sulm direkt, mirë po ka qenë një pjesë e një droni që është interceptu, edhe copat pjesë të ati kanë rënë në Burj Al Arab, ka qenë një lajm jashtëzakonisht i tmerrshëm, mirë po në anën tjetër nuk ka pas viktima, nuk ka pas asnjë dëm, e kanë renovu brenda 24 orëve, e një sulm tjetër ose disa sulme kanë qenë në aeroportin e Dubait, në portin e Fujairahs ku janë rezervat e naftes, edhe në total kanë qenë 12 viktima, 190 të plagosur. Të themi drejtën, çdo
viktim është një viktim më shumë se sa që ka pas nevojë, mirë po në anën tjetër ta qesim në relacion këtë shifër absolute me shifrën 2400 sulme është jashtëzakonisht pak. Ta kishim pas këtë situatë në Gjermani për shembull, kish qenë një katastrofë reale. Tani për të ardhur të shifrat e pronave e investimeve në Dubai, sepse kom shumë investitor që kanë investu nëpërmjet meje, edhe tani po pyesin drejt çka po ndodh, a ta shes pronën, a mos ta shes, a çka më bo me pronën, a me investu tash, a mos po ka ramje në çmim. Mediat po thojnë 40% zbritje, unë nuk po shoh 40% zbritje. Kish qenë ashtu, kisha ble. Mirë po, edhe njëherë shakat anash, të shohim shifrat absolute aktuale në Dubai, i kemi volumin e blerjes ose të shitjes këtu, në krahasim 3 mujorshi i parë i 2026-it në krahasim me 3 mujorshin e parë të 2025-shit e kemi pas një rritje 5.5%. Flasim janar, shkurt, mars. Duhet ta theksojmë me 28 shkurt ka filluar lufta, me 1 mars ka qenë pauzë në ndërtim, në shitje, në gjithçka, nuk ka punu asgjë për shkak që me pa njëherë se çka po ndodh, për mu përgatit, mu stabilizu gjendja, me 2 mars janë rikthyer ndërtimet, janë rikthyer shitjet e gjithat. Këtu e kemi një shifër 47.996 shitje ka ndodhur në 3 mujorshin e parë të vitit 2026 në Dubai, siç thash dhe në fillim, një rritje 5.5% të në krahasim me 2025-shin, vlera totale 176 miliard. Këtu e kemi billion, se është billion anglisht, mirë po miliard dirham, që i bjet jetë për afërsisht 42 miliard euro, që është një rritje 23.4% në krahasim me kvartalin ose 3 mujorshin e parë të vitit 2025, një rritje jashtëzakonisht e madhe, edhe pse marsi ka qenë pothuajse i vdekt, 3 mujorshi i parë ka qenë jashtëzakonisht i fortë, atëherë çmimi i pronave ka qenë 1761 dirham për square foot. Square foot ndohet 1 metër katror është për afërsisht 0.07 square foot, që i bjem me qenë për afërsisht 400 euro për square foot, një rritje 12.6% e vlerës, që do thot, kush ka investu në vitin 2024, në vitin 2025, në krahasim me 3 mujorshin e parë 2026-it, e ka pas një rritje vlere për afërsisht 20%, që është një gjë jashtëzakonisht e madhe, ose në metër për square foot mesatarisht 12.6% rritje vlere. Edhe njëherë të flasim në shifra absolute, këtu kemi një graf tjetër. Transakcione totale në vitin 2025 i kemi pas 917 miliard dirham, shitje rezidenciale kanë qenë më shumë se 200.000 shitje rezidenciale. Çka ndodh me ata, ose ta krahasojmë edhe një herë me vitin 2021, do më thonë brenda 4 vjete, këto shifra janë rrit 464%. Një shifër e tmerrshme. Tani, shifrat që neve na intereson më shumti, sepse këto shifra këtu, 200.000 blersa vitin 2025, 917 miliard dirham, 215 miliard, për afërsisht 15-20 miliard euro investime. Çka ka ndodhur me ata, edhe çka po ndodh në konfliktin aktualisht.
Ta theksojmë pikërisht ose fillimisht të gjitha shifrat vijnë nga DXB Interact, e cila është një ndër databazat kryesore shtetërore në Dubai. Të gjitha shifrat prandaj janë oficial, nuk kemi gjetë ndonjë shifër jashtë DXB Interact, që do thotë të gjitha shifrat janë shifra reale, shifra sakta edhe sidomos shifra aktuale. Të kthehemi këtu tek tabela ime, korrigjimi i çmimit fizik pas konfliktit 4% deri në 15%. 4% është taksa shtetërore e shtetit. Prandaj, kjo do thotë e keni humb taksën shtetërore ose për afërsisht 15% rëmje në çmim. A është diçka për të friguar? A është diçka për të eskaluar, për ta shitur pronën, për mos blerë në të ardhmen ose për ta humbur të gjithë potencialin ose perspektivën për Dubai? Jo. Jo. Pse? Sepse çdo treg normal ka të neze, ka të porze, ka të neze, ka të porze. Këtu aktualisht jemi në një të porze, mirë po ajo të porze është për shkak konfliktit, nuk është të porze reale si për shembull që mund të ndodhë në tregjet tjera në Gjermani, në Kosovë, në Zvicër, kudo. Në çdo vend të botës bijnë çmimet nganjëherë sepse ndoshta hypin kamatat, interesi, ndoshta fuqia e blerjes nuk është aq e lartë, ndoshta kërkesa bie, ndoshta ka krizë ndërkombëtare ekonomike si kriza 2008-shit, kriza Covidit, kriza 2001-shit, kriza 99-shit, e tutje, ka gjithmonë ka pas kriza ndërkombëtare ekonomike. 4 deri në 15% nuk është diçka jashtëzakonisht e madhe, edhe një gjë shumë për të theksuar interesante, Dubai Land Department, Ministria e Patunshmërisë në Dubai asnjë ditë nuk u mbyll, që është një gjë jashtëzakonisht e rëndësishme sepse gjithkush ka pas mundësi me shit pronë kur do. Çfarë dëgjon gjithkush është se çmimet kanë ra 20%, 30%, 40%, 50%, mirë po nuk është reale, çmimi fizik edhe real i pronës ka ra për afërsisht 4 deri në 15%. Ky është një korrigjim modest nga kulmi historik i janarit 2026. Flasim që kemi qenë në një kulm historik në vitin 2026. Do më thonë, nuk ka pas çmime më të larta se sa në janarin 2026. Një muaj më vonë ndodhi konflikti. Është normale që atëherë çmimet bijnë. Kanë mujt edhe me ra pa konflikt. Prandaj mos u frigohi sepse është një korrigjim i shëndosh ne në botën ekonomike i thojmë për ta krahasuar edhe për ta treguar në relacion edhe një herë tregun e Dubait kundër tregut botëror. Shikoni shifrat e investimit ose rendimentit në Dubai ose kthimit në invest. Dubai është për afërsisht të 6.9% kthim në invest akoma. Singapuri si një shtet botëror financiar 3 deri në 5%, New Yorki 3 deri në 4, Londra 2.5, 2.8, më fal, edhe Hong Kongi 2.2% rendiment, që i bie Dubai për afërsisht 2 herë më të mirë e ka rendimentin se sa një shtet botëror si Singapuri. A ja vlen akoma me investu në Dubai? Po, tash edhe më shumë. Pse? Tatim mbi të ardhurat 0%, tatim mbi fitimin kapital 0%, tatim mbi trashëgimin 0%. Shifra spektakulare, besoj. Vazhdojmë të shikojmë edhe një herë krizat ndërkombëtare të viteve 18, para 18 vjeteve ose më herët. Viti 2008, kriza globale financiare. Në Dubai, flasim për çmimet në Dubai edhe çka ka ndodh atëherë. Kriza globale financiare 2008, kush futet në Google edhe vetëm e jep impakti i vitit 2008 në tregun imobiliar të Dubait, të merruat. Pse?
Dubai ka pas mi pas 3 palma. Tani është vetëm një, po ndërtohet e dyta. Dubai ka pas mi pas aeroportin më të madhin në botë, shumë më herët. Po merr në vitin 2030. Dubai ka pas The World Islands, ka pas Deira Islands, ka pas projekte mbi projekte, mirë po për shkak krizës ekonomike 2008, për shkak që nuk ka pas mundësi që t'i paguan të gjitha kredina që i ka pas ndaj bankave ndërkombëtare, i ka ndalu ose i ka pauzu projekte. Pse e ka Burj Khalifa emrin Burj Khalifa si shembull? Burj Khalifa ka pas mi pas emrin Burj Dubai. Burj i bje fjol arabe për kull. Ka pas mi pas emrin Kulla e Dubait. Për shkak që nuk kam pas mundësi financiare që ta financojnë deri në fund Burj Dubai, sheiku i Abu Dhabit, Sheikh Khalifa, ja ka jap Dubait një, si më thonë, burs ose një kredi pa nevojë të rikthimit, edhe kanë mujt mi ndërtu edhe mi përfundu Burj Dubain si shajnderi, ja kanë jap emrin Burj Khalifa. Tani, edhe kjo është një fakt i vërtet që 2008 e ka pru Dubain deri në atë pikë ku nuk ka pas mundësi që ta paguan Burj Khalifen, edhe Dubai Mallin, edhe plot projekte tjera. Mirë po, çka ka ndodhur ndërkohë ose mbas asaj, çmimet janë dyfishu brenda 6 vjete. Tregoma një treg në Gjermani ose në Evropë ku dyfishohen çmimet për 6 vjet. Atëherë, kemi krizën 2020, kriza prap ndërkombëtare, ekonomike, Covidi, mbyllja globale, fluturime të ndalen, ndërtimi u ngri, besimi u shemb, Dubai ka mbaruar. Than të gjithë. Çka ndodhi atëherë? Rritje 40% deri në vitin 2020. Ndërmjet vitit 2020 deri në 2023. Brenda një viti deri në 3 vjete, varësisht nga projekti dhe investimi, hypi çmimi 40%. Atëherë, lufta 2022, lufta në Rusi dhe Ukrainë. Destabilizim rajonar për kapitali rus e Ukrainas erdhi direkt në Dubai. Kriza bëri Dubain më atraktiv. Pse? Pse kishte një boom atëherë? Sepse personat e panë Dubain si shtet neutral, si shtet ekonomikisht jashtëzakonisht fort, me banka jashtëzakonisht forta, edhe erdhen rusët, erdhen ukrainas, i depunuan parat, investuan në Dubai, edhe çmimet eksploduan. Unë i kam pa këto çmimet për 2020 që ka qenë shumë herët për mu, mirë po në 2022 vetëm ja kom nis mi analizu tregun e Dubait, edhe i kom pa çmimet si kanë eksplodu. Do më thonë, 3 kriza, 3 fitur Dubai. 2026 lufta në Iran, lufta ndërmjet Iranit edhe SBA-s me Izraelin, çka po ndodh tani? 3 mujoshi 2026, 23.4% rritje vlere në transakcione, çmimet fizike ron 4 deri në 15% nga kulmi, rendimenti mbet 6 deri në 9% dhe Dubai Land Department është i hapur, transakcionet po ndodhin. Çfarë duhet të bën sipas situatës? Këto janë mendimet e mia. Ju lutem, a i implementoni apo jo? Është dëshira juaj. Unë jam këshilltar. Unë jam një person që nuk ka nevojë mi u shit diçka që nuk e kish ble vet. Motoja ime është gjithmonë, nëse nuk e blej unë, nuk e blen as klienti im. Kjo video është thjesht për edukim, kjo video është thjesht për ta kuptuar se a ja vlen aktualisht me investu në Dubai, apo mendoj unë se është më mirë me pauzu. T'ju them një gjë fillimisht, unë kom ble para një jave, flasim për 10 prillin 2026, mbasi që e pash që situata është qetësu pak, mbasi që e pash që gjonat po shkojnë prap në rregull, edhe nuk po ka ndonjë krizë ndërkombëtare, kom marrë një çmim të mirë, nuk ka nevojë me rrejt, unë i kam kontaktet, mirë po, edhe klientat e mi po reaktivizohen. Pse? Sepse po shohin që Dubai është i sigurt,
Dubai i ka mbijetu të gjitha këto kriza, mirë po edhe sulme aktuale, edhe çmimet po mbesin stabil. Pse mos me investu prap kur tani është mundësia që më thonë unë investova në një treg të Dubait ku çmimet nuk po hypin muaj mbas muaji. Kthehemi prap tek tableti. Mendimi im, blej tani, blers me para cash, horizont 3 deri në 5 vjet. Blej jo me këste, blej me njerë sepse po kemi oferta me payment plan 100% cash. Do më thonë me një pagesë. Pa interes, pa këste, pa payment plan, pa asgjë, vetëm me pagesë totale kemi zbritje të ndërtues. Rendimenti është intakt, fundamentet janë intakte, nëse ki planifiku të bleje në Dubai, rasti tani është më i mirë se janari. Do më thonë, të kishe blej sot e jo në janar, kursen sho. Kur të gjithë ndihen komod sërish, çmimi do të ketë lëvizur, është vërtet. Është një thonjë në botën financiare jo e bukur, mirë po shumë e vend, kur ka gjak në rrugë, është koha për investim. Tani është koha për investim. Nëse je vetëm pronar i një prone në Dubai, atëherë mbaj pronën. Pronar ekzistus pa presion likviditeti. Nëse nuk ki nevojë mi likvidu një pronë, sepse nesër ki nevojë për 200.000 euro, shembull, atëherë mbaj pronën. Ndodh që nuk gjen që agji me njerë, duhet jem edhe aty real, sepse aktualisht nuk po ka njerëz që po shprengulen në Dubai. Aktualisht flas horizont 6 javë të fundit, deri në besoj 2 muajt e ardhshëm. Maksimalisht sepse tani po futem edhe në verë, vera gjithmonë është pak më e qetë, edhe në kombinim konflikt dhe vera mund t'jetë rregu i qira marrjes pak më i qetë, mirë po nëse nuk ki presion financiar, atëherë mbaje pronën, mos të kesh panik, edhe prite deri sot përfundon situata. Mirë po, kthehemi prap tek tableti, ki kujdes, blers off plan, nëse blen tek një zhvillues i vogël, nuk të kisha sugjeru. Ku janë vendet për me investu tani, edhe e mbyllim tabletin për të folur edhe njërë përfundimisht. Ku janë vendet edhe të kush me ble? Unë sugjeroj aktualisht vetëm ndërtues stabil janë ndërtues shtetëror, me rast Nakhil Dubai Properties, është e marrin gjithkush e nje, Dubai Mall, Burj Khalifa, Dubai Hills, Creek Harbor, tutje, Shoba, është Bingati, është Aldar, edhe Ellington për shembull, ndërtues stabil financiar, Danube, Samana që nuk kanë shumë kredina tek bankat, mirë po edhe që kanë tregu në të kaluaren që kriza nuk bën asgjë me ta. Prandaj ju kisha sugjeru, keni kujdes ku investoni, nëse investoni, keni kujdes të cilin ndërtues po investoni, merrni bonusin ose benefitin e zbritjeve, edhe keni kujdes me lagje, mos bleni jashtë qytet. Ka shumë agjenta që po ju thojnë tani keni mundësi me ble prona për 120.000 euro, për 130.000 euro. Mos bleni atë. Vetëm nëse shihni që është lagja mirë edhe ka zbritje të mirë, atëherë mund të flasim, mirë po mos bleni jashtë qytet. Mos bleni tek ndërtues jo serioz, keni kujdes, edhe bleni vetëm nëse çmimi i pronës që ju po bleni është më i ulët se sot që ka qenë në janar. Sepse nëse nuk është më i ulët, atëherë nuk keni benefit as pak ndaj situatës aktuale. Mirë po, gjithmonë duhet të jemi persona që ndjekim oportunitetin, edhe kësaj i thojmë kostoja e oportunitetit. Prandaj, keni kujdes ku po bleni, mendimi im është me ble nëse keni pare cash. Nëse ju lutem pritni deri sot kalon vera, sepse nëse nuk keni pare cash, nuk e merrni ndonjë ofertë, edhe nuk kisha thonë me blloku para pa ofertë aktualisht.
Përndryshe, kjo ishte analiza ime e situatës aktuale në Dubai. Nëse keni pyetje, nëse keni ndonjë kërkesë specifike për punë, nëse keni çkado, më shkruani në WhatsApp, kush e ka numrin. Përndryshe www.sefa.capital. Kjo është faqja e internetit, futuni, ma dërgoni një email aty, edhe ju lutem abononi kanalin, bëni like, shihemi në videon tjetër.